me stafin drejtues dhe specialistë nga më të njohurit perimeve të qendrës transferimit teknologjive të Lushnjës, ne do ndalim këtu për një fakt, për të argumentuar dhe për t'ju dhënë një mesazh fermerëve, se çdo të thotë që një fidan i prodhuar në kushte të mira agroteknike me një teknologji bashkëkohore, dhe ku e ka gjetur vendi ky fidan, që prodhohet edhe në qendrën e transferimit teknologjive bujqësore në Lushnjë, por ne konkretisht si janë zbatuar këto teknologji, sepse vetë emri i qendrës transferimit teknologjive bujqësore të Lushnjës tregon që aty bëhet transferim teknologjie nga më të mirat, sepse është një nga institucionet e njohura ish Instituti Bujqësor i Lushnjës, Instituti i Kërkimeve Bujqësore të Lushnjës. Dhe konkretisht të prezantojmë pak me atë që ka ngritur këtë fermë, këtë serë kaq të bukur. Përshëndetje. Si jeni? Si shkoj. Dhe ky është Skënder Muçua, një nga agronomët e vjetër që ka punuar në ekonomi të ndryshme bujqësore të rrethit Lushnjës. Dy fjalë pra për këtë ditë sot fushore, do ta quajmë, një ditë prezantimi, promovimi, ku kanë ardhur specialistët nga më të mirët e qendrës transferimit teknologjive bujqësore të Lushnjës këtu në serën tuaj. Çfarë përfaqëson kjo? Tash herë mirë se erdhët, që na se diset. Këtë vit ne planifikuam që të bëjmë këtë investim. Bëjmë një investim për 3 lymë sera, edhe u munduam që të fusim teknologjitë bashkëkohore në këtë drejtim, duke lidhur punën me Institutin e Kërkimeve Bujqësore, ose si quhet qendra transferimit të teknologjive, edhe menduam që ta mbjellim këtë vit spec. Prodhuam fidanin në këtë qendër, edhe e mbollëm në këtë serë gjatë muajit shkurt, ditë e parë të shkurtit, kemi kryer disa shërbime dhe kemi këtë gjendje sot. Po luftojmë, po punojmë për patur një bim sa më të mirë, për patur prodhim sa më të lartë, me qëllim që të realizojmë ato objektive tona për të rritur ekonominë. Çfarë kultivari keni mbjelltu dhe është era e parë që provohet ky kultivar? Që keni marrë ju përsipër për ata? Këtu është mbjell kultivari TP1, TP1, më falni. Edhe nuk është kultivuar për herë të parë, është kultivuar edhe vite të tjera, por ne këtë vit e kemi marrë shumë për herë të parë prodhoi. Jemi futur me specin në serë. Dhe nga treguesi që kemi, na duket pozitiv. Faleminderit, ne do të vazhdojmë të jemi së bashku sot. Është kënaqësi që të jemi në pronën tuaj me një nga specialistët e vjetër që vazhdon punën, ose mirë them ke rifilluar një punë privatisht, siç është sera. Do të thotë që në këtë paraqitje që bëhet këtu, në këtë bukuri që ka ndërtuar zoti Muço, tregojmë që toka është në dorë të sigurt. Pra juve vazhdoni që të jeni aktiv në punën tuaj. Ky është një mesazh për moshatarët tanë, po vos dhe unë vetëm se së bashku relativisht këtu jemi, por është një mesazh pra, dhe këtu, pikërisht këtu kanë ardhur tani specialistët më të mirë thash të qendrës transferimit teknologjive bujqësore në Lushnjë, me drejtorin zotin Pandeli Boçi. Pandeli Boçi është kënaqësi që ne jemi së bashku në një staf kaq të gjerë tuajin, po juve preferuat pra që të merrni këtë grup me Lirim Mihon, një nga specialistët e njohura që ka punuar në ferma shumë të mëdha të Republikës, duke filluar nga ferma shtatë nëndori dhe shumë vite në qendrën e transferimit teknologjive bujqësore në Lushnjë dhe pedagoge në Institutin Bujqësor, zotin Sokratiani, pra profesor, doktore me tëra titujt i kemi neve të pranishmi sot këtu, është kënaqësi, si dhe zotin Isuf Dupi. Po le ta nisim së bashku, pra në këtë mision që keni marrë sot juve, për të prezantuar këtë fermë të vogël, këtë serë që ka ngritur zoti Skënder Muço. Atëherë së pari ju falenderoj juve për këtë mundësitë që na dha që ne të prononcohemi, që të mediatizohemi, të shumëzohemi. Këtu jemi me një ekip, profesor Jani, doktore
Liria, Master Dupi, drejtori, po mbi gjitha jemi me një mikun e qendrës së transferimit teknologjive, zotin Skënder Muça. Si ky bashkëpunim ne kemi mjaft të tillë në mjaft fermer, në Lushnjë, në Berat, në Fier, deri edhe në Lezhë. Misioni i kësaj qendre ka filluar vërtet të realizohet. Misioni i kësaj qendre, transferimi i teknologjive bashkëkohore, moderne, ka filluar të realizohet. Pse e them këtë? Me perimet në Shqipëri flitet shumë dhe realisht po bëhet një boom, po bëhet një ekspansion. Por defekte të mëdha ka. Duhet ta pranoj hapur që perime rritësit shqiptar nuk e njohin teknologjinë e kultivimit në nivelin që kërkon koha sot. Pse e them këtë? Në përgjithësi të gjitha hibridet, deri te hibridi i përzgjedhur nga zoti Muça, të Pënjishi, kanë kapacitete shumë të larta prodhuese, kanë cilësi shumë të mira teknologjike, ndërsa po të shohësh prodhimet tona, nuk janë në këtë nivel. Pse e them këtë? Përsëris dhe këmbgul. Përhapja, njohja, përhapja dhe zbatimi i teknologjive të përparuara për mua mbetet pikë kyç. Pse në vazhdim të kësaj ideje, këtu jemi në një serë të re, viti i parë, nuk ka përvojë në kultivimin e serave zoti Muça, është viti i parë. Sera nuk është ultramoderne, por po të shohim prodhimin, është shumë breslënës. Nëse duhem të hym sadopak në agronomi, mua më kënaq shumë kjo lloj bimi. Por dhe drejtori i qendrës së transferimit teknologjisë bujqësore që do të thotë që këto teknologji që përpunohen me aq kujdes, me aq përkushtim nga këta specialistë dhe të tjerë që ka qendra e Lushjes, këto teknologji pra po shikohen konkretisht këtu. Dhe këtu vërtet bën për vete gjithçka, sepse ka edhe dështime, siç tha drejtori, që nuk po ecën paralel përgatitja e teknologjive me aplikimin e tyre. Edhe kjo ka shumë faktorë për të cilin ne do të vazhdojmë bisedën këtu me zotin Sokratiani, si dhe doktoreshën Lirimio. Do të vazhdojmë pra, po para se të vazhdojmë bisedën, zoti Boçi, le të vazhdojmë një konsult, çfarë do të rekomandonit një hapësirë pra të shkurtur për të parë njerëzit edhe konkretisht detajet këto që folët ju për raportin e luleve me frutin që ka nisur me rritjen dhe me bimën
për sponsorin general të këtij emisioni, që është Autotrakt 93, traktorat John Deere, tashmë të përhapur në vendin tonë. Fermer, kërkoni cilësi, garanci siguri? Përfitoni sa më shpejt nga teknologjitë e reja të John Deere. Jetë gjatësi, manovrueshmëri, konsum minimal nafte dhe garanci deri në 3 vjet. Pranë kompanisë sonë Autotrakt 93 SHPK do të gjeni të gjitha llojet e makinerive dhe agregateve bujqësore të prodhimit amerikan, gjerman, francez dhe italian. Pjesë këmbimi dhe vajra lubrifikante origjinale. Asistencë teknike të specializuar. John Deere, teknologjia që paguan. Filloni vitin e ri bujqësor me teknologji konkurruese. Autotrakt 93 SHPK, distributor zyrtar i John Deere për Shqipërinë dhe Kosovën. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Maminas, kilometri 16. Në vazhdim për atë këtij prezantimi që bëhet këtu në serën e zotit Skënder Muço, Me hap pas hapi, bashkërisht do të flasim për element të teknologjisë. Por unë para së gjithash, në këtë serë që neve e quajmë ndërmjediset e mira të ngritura nga fermerët me material betonarme dhe mbulim me plasmas, do thosha që edhe te kjo serë ka element që duhen korrigjuar në të mirë të punës. Sikurse shikojmë të gjithë, juve i kenë heq gjaketat, unë se kam hequr ende, por këtu, ndonë se jemi në orën në mesdit 12, këtu nuk rrihet dot nga kjo vap, çka kërkon nga zoti Muça, por edhe gjithë fermerëve të tjerë të kultivimit mjediset të mbrojtura, u bë një apel që të ruajnë maksimalisht mjedisin, pra të ruajnë lagështinë dhe temperaturën në serë. Konkretisht këtu temperatura tashme është mbi 40 gradë. Bima e specit po kaloj temperatura mbi 32 gradë, aborton lulet. Bima ndjen stresin, gjethet vyshken dhe për rrjedhoj çrregohet gjithë bilanci i saj ushqyes dhe kemi rënie të prodhimtarisë. Ndaj në tilla raste, për këtë serë të re, po dhe për gjithë serët e tjera të vjetra, ballet anësore duhet të ulen në mënyrë që këtu të qarkulloj vrullshëm korrentet ajrore për të gjithë fermerët në Shqipëri që kultivojnë në mjediset të mbrojtura, duhet të sigurojnë ajër me bollëk brenda serës, në mënyrë që temperaturat të mos jenë mbi 32 gradë brenda serës, në mënyrë që të ketë më shumë ajër, më shumë oksigjen për zhvillimin e bimës. E para. E dyta, të shtohet sasia e ujit në ujitje. Në fundit, lenda që përpunon bima është plehu, që hedhim elementët ushqyes, të tretura këta në ujë. Sigurisht shikojmë edhe këtu, sasia e ujit është shumë e pakët. Edhe për vetë bimën. Ndaj këto dy element, unë ja sugjeroj tani zotit Skënder, t'i ketë në konsiderat për të patur një prodhim të bollshëm. Speci që kemi këtu të pënjesh, është një spec me kapacitet të lartë prodhues. Këtu merren rahat 100-120 kuintal për dënym. Dhe me këtë rritje dhe zhvillim që po shikoj sot unë, te kjo serë, që ka rreth 2500 bim për dënym, është një gjendje e mirë e saj, që këtë rendiment të cilën unë përmenda, është e mundshme të merret.
Janë provuar këto rendimente Sigurisht. në krahasim me fushën e hapur, çfarë diferencë ka? Ne tani flasim në mjedise të mbrojtura. Në raport me fushën e hapur. Të pënjeshi është një specë për mjedise të mbrojtura. Është një specë që ka çmim fare i destinuar për sipërfaqe të mbrojtura. Kjo nuk do të thotë se ky nuk mund të mbillet edhe në fushë, por fara ka një çmim të tillë që Pyetja ishte, profesor, në raport me rendimentet janë arritur në speca në fushë të hapur. Pavarësisht nga kultivari. Dakord, jo. Në mjedise të mbrojtura merret 2, 3 dhe 5 herë më shumë prodhim se sa në fushë të hapur. Atëherë, duke vazhduar pra këtë bisedë këtu, në këtë serë, sido që pak ngrohtë doktoresh Liria, temperaturat të larta, buzëqeshim, po jemi detyruar të buzëqeshim, e kupton? Se juve thatë edhe faktorët edhe ambienti i tillë, çdo të shtonit ju tani për këto teknologji, për këto kultivar, për këto fidana që prodhohen me një përgjegjësi të jashtëzakonshme në qendrën tuaj dhe nga nën kujdesin tuaj direkt. Çdo të shtonit. Jo pa qëllim shpreha të buzëqeshjen, që unë e nënkuptoj edhe tek bima. Është shumë e rëndësishme që kjo bim e rritur në një hapësirë të lirë, në këtë mjedis ku harmonizohen shumë faktorë, klimatik, toksor, ajror, gjithçka, të krijoj vetveten, të gjej vetveten. Kemi folur dhe vazhdojmë të flasim shumë për ngrohjen globale, e cila sot është shumë e dukshme. Pra, me 29 mars, ne nuk mund të rrim dot, pa u zhveshur, pa krijuar një mjedis e cila është e përshtatshme, nuk është e përshtatshme për bimën. Kështu që unë në një farë mase shpreh një mendim që në vijim të rritjes këtyre temperaturave të paparashikueshme, pra të kësaj ngrohje globale, meqense shikojmë që fermerët kanë tendencën e mbjelljes herët, po kur vjen momenti që kjo shumë temperatura është e dëmshme për bimën, atëherë fermeri duhet të avancojë dhe në elementet e tjerë teknologjik, siç është hiezimi. Kështu që mendimi im është një hiezim i lehtë. Si mund të realizohet? Nga sipër, me materiale plastike, ose thjesht me mjete rrethanore, ose me investim, e cila do të ulte edhe temperaturën, do të ulte edhe intensitetin e ndriçimit diellor. Mbasi ndriçimi diellor është shumë i lartë dhe 95% e kësaj drite futet në serë, gjë për të cilën është e dëmshme për bimën në këtë moment. Kjo nuk është vetëm për serën që kemi ne, por është një tërheqje vëmendje në tërësi për të tërë fermerët, të cilët kanë kultivuar kulturat e hershme, domate, specin, kastraveci, i cili është shumë, ne do ta shikojmë edhe në mjedise të tjera, që është shumë i ndjeshëm ndaj këtyre temperaturave, dhe të japin një dimension të ri mënyrës së të ushqyerit. Bima, siç e shikoni, ka një ngarkesë. Ka një ngarkesë e cila tregon se vitaliteti i kësaj bime është e tillë që prodhimi do të jetë shumë i lartë. Nëse do të ruajmë parametrat e mënyrës së të ushqyerit, bën që të shtohet pak raporti i azotit, e cila duket edhe në shprehjen e ngjyrës që ka vetë gjethja. Pra është një bim që buzëqesh, po buzëqesh me pak zor. Kështu që këto janë disa porosi, të cilat normalisht duhet të ballafaqohen tani me mjediset e tyre. Doja të plotësoja, doktoresh. Në qoftë se bima deri sot buzëqesh, duket mirë, atëre nuk është larg ditët kur kjo do filloj një, në qoftë se nuk ekuilibrohen faktorët, që nuk plotësohen faktorët mirë, atëherë kjo do të japi efektet e këtyre temperaturave. Do fillojnë veprimet anësore. Do ankohen fermerët, siç kemi dëgjuar. Çdo shkak ka një pasojë. Në të gjitha, për shumë vite,
Çdo thoshi tani. Sigurisht, krahas probleme që shtruan paraardhësit e mi, kolegët e mi, që kishin bënë me elemente të teknologjisë, unë do të shtoj edhe 2 momente tjera që kanë të bëjnë me dëmtuesit dhe smundjet që prekin kulturën e specit. Unë këtu kam një gjë që është tipike e prekur nga tripsi. Pra, në këtë fazë, specin e prek tripsi. Krahas tripsit, më vonë mund të kemi edhe kalbëzim të majës, që është një smundje sa krëpullore, por mund të jetë dhe mungesë e elementit të kalciumit. Prandaj duhet të ndërhyret për tripsin me preparate kimike sistemike që luftojnë këtë dëmtues, kurse për sa i përket kalbëzimit të majës, është mirë që të ndërhyet me kalcium ose me preparate fungicide që luftojnë këtë smundje. Do të shtoja edhe një moment tjetër që ka të bëjë me rregullimin e ekuilibrit midis lule dhe frutave. Speci frutat i çon në çdo krizi ose në çdo degëzim. Dhe po të shikojmë, është mirë që frutat e para, edhe për të eliminuar kalbëzimin dhe lulet e para, duhet t'i heqim me qëllim që të kemi një frutifikim të 4 frutave një herë dhe me të njëjtin masi. Tipike është kjo. Shikoni. Këtu lulja ka rënë. E shikoj sa kanë lidhur. 1, 2, 3, 4, edhe një frut që e hoqët ju zotni. Kapim një ishte edhe këtu, po. Po. Kapim një bim tjetër. Po. Që fruti i parë ka zënë. Edhe nuk është hequr. Mirë ishte që të ishte hequr kjo edhe të zinit, shikoj se sa bësh lek. 1, 2. Pra, do të ishte vjela i frut. Po të ishte hequr lulja e këtij, atëherë do kishin zënë 4 lule të tjera. Pra kjo, këtë duhet ta shikojnë mirë fermerët që merren me serat. Edhe sikur të zënë frutat e parë në degëzimin e parë, duhet të hiqen, me qëllim që të zënë 4 lulet që vinë mbas këtyre. Shikoj se kanë zënë 1, 2, 3, 4. Kanë zënë këta një herësh. Shikoj këtu prap, nuk e kanë lulen e parë. Ose frutin e parë. Shikoj si ka zënë 1, 2, 3, 4. Pra fruti i parë do të ishte këtu poshtë. Të ishte këtu. I ka këputur ai ka rënë vetë ose edhe mund ta ketë putur. Edhe shikoj se si kanë zënë. Po të shikojmë një bim, urdhroni ku është tipike që kanë lidh. Të lutem ekspozoje nga kamera. Fruti i parë në degëzimin e parë. Urdhro. Po. Shikoj si ka lidh. Ka zënë vetëm një frut. Shikoj si është pra, tjetër. Nëse ka ti parë mbushet me fruta. Sa të bëhet 1 centimetër, mirë është që të hiqet me qëllim që të zënë 4 lulet e para që vinë në degëzimet e tjera. Po, Isuf. Faleminderit. Dëgjoj, Isuf. Po? Kush ishte një shqetësim i fermerëve. Tani fidanat që marrin lart e poshtë ju kanë dalë shpeshherë të dështuara. Ju çfarë rekomandimi do të jepni? Fermerët duhet të marrin dhe të përgatisin fidanët atje ku kanë siguri dhe duhet të përgatisin brenda standardeve. Duhet të marrin një fidan me 4-5 vjethe, mirë është që fidanet të jetë 60-70 ditë. Te këtyre caqeve ka të bëjë me abortimet që mund të vinë. Edhe të gjitha këto mendje i gjejnë Ne u ndalim këtu me profesor doktor Sokrat Janin për të parë nga afër nga nis rrugën fidani për të arritur atje. Pra është këtu
puna kryesore që përgatitja e fidanit është tepër e domosdoshme në perimtari për të pasur sukses të përgatitësh një fidan me mosh dhe me madhësi standarde. Çka do thot një fidan me mosh dhe me madhësi standarde? Do të thot që fidani i specit duhet jetë 35-40 ditësh, jo më shumë. Një fidan i plakur nuk t'jep rezultat në prodhim. Do të thot të kemi një fidan me gjatësi rreth 20 cm, me 7-8 gjethe, i pjekur mirë, me lëndë të thatë, dhe të ketë sistem rrënjor të plot në formën e një lemshi. Një fidan i tillë me këtë sistem rrënjor, sikur se shikohet në gjithë masën edhe rishtes, është i mbushur plotësisht me rrënjë vitale, të cilat pas mbjelljes në fush ose në serë, në rastin konkret, ky fidan me ujitjen e parë për 2-3 ditë, gjithë ky sistem rrënjor shpërndahet uniformisht dhe bima ecën pa pësuar stres. Ky është një fidan brenda standardit dhe qëllimi i qendrës tonë është prodhimi fidaneve standard në mënyrë që t'ju themi fermerëve parametrat e një standardi në prodhim me fidanave. Këtu kemi 2 kultivar të specit, sart, kapi, i grupit kapive sart, edhe sharp, një spec i kuq. Për të dy këto hibride, edhe për të pënjeshin që pam tek sera e Zotit Skënder, ne përgatisim dhe furnizojmë një pjesë të fermerëve të serave të lushnjës me fidan. Profesor, atër një mesazh fermerëve, sepse ka shumë raste dështimi ose vonesa në përveç faktorëve të tjerë agronomik, teknologjive të zbatuara. Çfarë ndikimi ka fidani normal, fidani i pjekur në hershmëri edhe në përshtatjen, që ju thatë 2 fjalë, por çfarë ndikimi ka në rendiment dhe në hershmëri një fidan i përgatitur me standarde të plota? Sigurisht, një fidan i përgatitur me standarde, sikur se shikohet këtu, nuk e di e kap kamera apo jo, këtu gjithë masa edhe rishtes është e mbuluar me rrenjë. Po ta shikojmë mirë, edhe vetë fidani nuk putet, çka tregon që ka lëndë të thatë të plot, ka të gjithë sasinë e gjetheve. Në miniatur, po ta shikojmë me kujdes, ka fillesën e lulëzimit, çka tregon që ky fidan, kur mbillet në serë, ecën në mënyrë ritmike, nuk e ndal rritjen, nuk e ndal zhvillimin, ai vazhdon të shtoj masën e tij, volumin e tij, fillon lulëzimin dhe pas 35 ditësh nga mbjellja në fush, ky hyn në lulëzim të plot dhe sikur se pam tek Zoti Skënder, ajo sera atje ishte mbjellë para 47 ditësh dhe për 2 javë, ne aty pam frutadon që janë të madhësisë nga 10 deri në 30 gram sot. Për 2 javë ajo serë fillon vjeljen. Çka tregon që fidani i mbjell atje në parametrat e kërkuar, ka bërë që ajo bim, plus teknologjinë që ka zhvilluar më tej ai, ka bërë që ajo bim të ecën ritmikisht dhe të japin prodhime të larta. Atëre, kërkesa kryesore e fidanit është këtë formuar dhe elementet e prodhimit, apo qysh të fidanishte? Tjetër, qysh fidan, ai të ketë në miniatur gjithmonë, të ketë hedhur bazat e prodhimit. Ky fidan siguron sasin, cilësinë e prodhimit dhe hershmëri. Ne folëm për specën, profesor. Sigurisht. Po për domaten ekzistojnë këto standarde? Standardet janë për të gjithë fidanët perimor. Duhet të jenë të pjekur, pra të kenë lëndën e thatë të plot, të mos këputen, të kenë sistemi rrënjor të plot në masën, sikur se pam këtu, të
të ketë gjatësin, si pas bimëve të ndryshme, luhatët nga 12 deri 20 cm, të ketë të zhvilluara mirë gjethet e para, me ngjyrë të plot, të jenë robuste, vitale, dhe këto fidan hynë në atë që themi shpesher, fidan brenda standardit. Një fidan rakitik, një fidan i pazhvilluar, një fidan nën mosh, por dhe i mplakur, gjithmonë do t'japin pasoja negative në prodhim. Atëre, para se të vazhdojmë bisedën, një hapësirë publicitare përsëri për Autotrakt 93, traktorat John Deere, pas një sfondi që do të marri operatori jonë në këtë farishte, fidanishte të bukur që keni ngritur juve këtu, do të vazhdojmë bisedën për elemente të tjera të prodhimit fidanave, si dhe për kulturën e lakrës. Fermer, kërkoni cilësi, garanci, siguri? Përfitoni sa më shpejt nga teknologjitë e reja të John Deere. Jetë gjatësi, manovroshmëri, konsum minimal nafte dhe garanci deri në 3 vjet. Pranë kompanisë son Autotrakt 93 SHPK do të gjeni të gjitha llojet e makinerive dhe agregateve bujqësore të prodhimit amerikan, gjerman, francez dhe italian. Pjesë këmbimi dhe vajra lubrifikante origjinale, asistencë teknike të specializuar. John Deere, teknologjia që paguan. Filloni vitin e ri bujqësor me teknologji konkurruese. Autotrakt 93 SHPK, distributor zyrtar i John Deere për Shqipërinë dhe Kosovën. Konkretisht, me një kultivar, galeri, është një shalqi robust, me bim tepër vitale, që e ruan freskin në vazhdimsi, ka një forcë thithëse të sistemit të rënjor rreth 9.2, 9.8 atmosferë, pra hyn tek shalqin të fuqishëm, dhe sikur se shikojmë, këtu kemi një fidan, qysh në hapat e parë, me goxha ritëm, ka 2 gjethe të vërteta, sistemi rënjor i tij është i plot, në formën e një lemshi, ka kapur gjithë masën e foles, Që do të thotë, ende ky fidan pa plotësuar mirë gjethet, ka një sistem rënjor të bollshëm. pra ky lloj është një kultivar që ju kultivoni pa shartim, nuk shartohet ky. Ky është pa shartim. Ashtu, po. Edhe ka sistem rënjor goxha të bollshëm, nuk ka nevojë të shartohet ky kultivar. Po. Sigurisht ky do të mbillet për prodhim gjysmë të hershëm në tunele plastik, por sikur se shikojmë, ndonse do ende edhe 5-6 Nëse ky del para kohe,
E tani këtu do dalin në tunele plasmasi? Ne flasim për krijimin e standardeve. Këtu do dalin tunele plasmasi tani, nuk mund të përshtatet akoma së klima. Patjetër. Temperatura. Flasim për tunele, nuk flasim për mjedis të hapura. Sa do të vazhdojnë tunele këtu? Derisa të krijojmë mundësinë që të shikojmë parametrat mikroklimatik. Temperatura do të jenë Temperaturat për rritjen dhe për zhvillimin nuk duhet të gjykojmë natën rreth, nuk duhet të ulen në temperaturën 15 gradë, 12-15, që janë kufit minimal të minimumi biologjik të bimës. Që realizohet në maj? Që realizohet zakonisht profesor 10-15 prillit. 10-15 prillit. Që për një periudhë shumë të shkurtër bëhet fjalë. Po kjo varet tham nga zona dhe mikrozona me të cilën edhe si të shkojë atë që ne e tham për specin në kulturën e specit pra tek fermeri, kjo është për të gjithë adaptimi me mikroklimën që krijohet nga momenti në moment, mbasi janë gjëra të paparashikueshme. Po, faleminderit, profesor Jano, ju do shtoni diçka tjetër për Po të shikojmë me vëmendje, në këtë tavë polisteroli, kemi bimë e shalqinit dhe të nënshartesës, që është një kungull, kukurbita, pepo. Pra janë mbjellë në mes, është nënshartesë. Janë nënshartesat të mbjella në të njëjtën fole. Pas 4-5 ditësh, këto do të shartohen. Dhe bima ardhshme, fidani ardhshme që do të dalin fush, do të ketë pjesën e sipër me shalqi, pjesa rrënjës kungull. Pra kemi shalqi me rrënjë kungulli. Bëhet kjo gjë për të dhënë bimës shalqinit vitalitet, rritje më të shpejt, qëndrueshmëri ndaj sëmundjeve të tokës, në veçanti ndaj fuzariozës. Por ka nënshartesa edhe për qendres ndaj nematodës tokës. Sikurse ka nënshartesa të tjera, të cilat janë rezistente ndaj krypëzimit lartë të tokës. Kjo nënshartesë? Kjo është për fuzariozën edhe temperaturat e ulta të tokës. Kjo nënshartesë. Atëre profesor, po shtojmë diçka se shalqini i shartuar mbi kungull, shpeshherë nuk pëlqejet nga. Ka ndonjë studim për këtë punë? Vrejtja juaj është me vend. Në qoftë se neve do të mbilleshim një shalqi dhe një nënshartesë të pastudiuar, patjetër që do të kemi defekte të kësaj natyre në treg. Ndaj theksojmë shpeshherë që duhet gjetur për secilin kultivar shalqini, duhet gjetur dhe nënshartesa që është e përshtatshme për atë. Pak a shumë është e njëjta filozofi si dhe në frutikulturë. Për mollën zgjidhet nënshartesa. Ndikimi në nënshartesës patjetër, nënshartesat ka ndikim të dukshëm edhe në prodhim e ardhshëm. Jo çdo nënshartesë shalqini është e përshtatshme për këtë kultivar. Pra, bën studime paraprake dhe ne në qendrën tonë kemi bërë studime të tilla dhe kemi përcaktuar nënshartesat më të mira për shalqini krizbi, që është më i hershëm, dhe për shalqini tjerë të këtij grupi. Kurse nënshartesa? Apo kjo është nënshartesa? Janë disa nënshartesa. Ju çfarë aplikoni? Aktualisht neve për qendres ndaj fuzariozës kemi si nënshartesë frend, që është një nënshartesë shumë e mirë. Kungull nënshartesë. Edhe nënshartesat, sikurse dhe kultivarët e tjerë janë seleksionime të përshtatshme, nuk janë thjesht kunguj. Bile, këtu është gabimi. Shpeshherë fermerët marrin edhe fara kungull çfarë doshëm dhe i përdorin për
në Shartes. Janë prodhime specifike, janë seleksionuar, është bërë punë gjenetike për zgjedhse, për krijimin e tyre në Shartesave. Nuk janë thjesht gjatë pranverës për konsum pranveror deri në qershor korrik. Mollësisht për këtë punë do të na flasi drejtori i kësaj qendre, zoti Pandri Bocit, se më së morën vesh, është iniciativa e tij ky realizim, kështu na thanë të paktën kolegët, zoti Boçi na sollet në një punë që është, do thosha, iniciativa juaj. Në vazhdim dhe të fokusuar në objektet, në objektiven, më mirë të them, që ka kjo qendër, është edhe futja e perimeve të reja, lakra pranverore, tek e cila ne jemi vendosur, është një sipërfaqe e mbjell nga ne për herë të parë, dhe nuk kemi pak, për rreth 5 hektar. Është një bim me intensitet të jashtëzakonshëm. Kjo nuk zgjat më shumë se 60-65 ditë nga mbjellja në fushë deri në vjellje, pra një cikël shumë i shkurtër, me rendiment të kënaqshëm, sepse ajo që vendos këtu nuk është pesha për kokë, po është numri i bimëve për metër katror për njësi sipërfaqe. Ne e kemi ke 70 mishi, po kjo duron deri 100.000 bim për hektar. Në këto kushte, ky lloj prodhimi, duke qenë që ka një cikël shumë të shkurtër, po hyj çik më thellë në shpjegim, që më mirë kuptojnë të gjithë teleshikuesit. Kjo nuk arrin të ngrejë në maksimum nivelin e fibrave, pra është një prodhim, është një produkt shumë i shkrifët, shumë i përvetësueshëm, shumë i shijshëm dhe është një prodhim i ri për bujqësinë shqiptare. Ne kemi mbjell ditët e fundit të muajit shkurt dhe ditët e para të muajit mars. Që do të thotë, rreth datës ose më saktë, 15 ditë i parë i muajit maj, ky prodhim është i evaduar i gjithë. Domethënë deri në 15 maj. Në këtë kohë ne do të përpiqemi të edukojmë edhe tregun shqiptar, Tiranën dhe qytetet e tjera, por
unë nga lidhjet, nga kontratat, nga marrëveshjet paraprake që kam, e kam të shitur gjithë me jashtë shtetit. Ka kërkesat të jashtëzakonshme duke filluar nga 2 vendet e rajonit, Maqedonia dhe Kosova, por pse jo në Gjermani, pse jo në Ukrainë, pse jo në Rusi. Është një prodhim tej mase i kërkuar, është një prodhim me rentabilitet të papar. Do më thënë llogarit, kjo mund të vejë jo më pak se 600-700, pse jo 1000 kuintal për hektar, me një çmim që lëviz nga 20 deri në 40 cent të euros për kilogram. Janë çmime goxha të mira me një investim shumë të vogël. Prodhimi që kemi ne na duket shumë i mbar. Kemi bërë një Sa hektar keni mbjellë? 5 hektar gjithsej, 4 këtu dhe 1 në parcelën përballë. Kemi bërë një teknologji sa të thjeshtë, por aq edhe si të them efektive. Përpara frezimit kemi përdorur plera bazë, 3 elementsh, NPK, quhet luksor, po i them edhe përmbajtje, 9-16-10 të 3 elementëve. Kemi përdorur edhe 2.5 kuintal për hektar ure, të përzjera këto me frezë dhe është krijuar një shtrat, më mirë të them se kam bërë me agronom këtu, është krijuar një bujon i ngrohtë për këto fidan. Sido që ka qenë goditja me pak të ftohtë, me pak mungesë lagështie, po të vinë re bimët, bima jo vetëm është vitale, po ka një zhvillim, një rritje shumë e qef. Ka një premtim shumë të madh që ne do të bëjmë një lakër uniforme, të bukur, të rendimentit lartë, të cilësisë lartë dhe së fundi me të ardhura të mira dhe të kënaqshme. Çdo të shtojnë doktor Eshliria në këto kushte pra kur nuk kam mësuar qytetarët që të gjejnë lakër të freskët në prill, maj, apo në maj qershor. Unë kam natyrën time që buzëqes shumë, por në këtë rast do të qeshja shumë. Pse se ne japim konsumatorit tonë asortimentin të ndryshme në sport në ato moment kur konsumatori jonë nuk është mësuar ta konsumojë. Nuk bëhet fjalë vetëm për lakrën pra të hershmen, pra të llojeve të ndryshme, dhe rasti konkret kjo është çezma. Ne kemi eksperimentuar vjet me Tusajdit rreth 200 bim pandion. Barel dhe pandion. Pandion. Pam vlerat ushqyese të kësaj kulture, ndërkohë dhe mundësinë mikroklimatike që ka vendi jonë për t'ju përshtatur kësaj kulture. Pra jemi mësuar të konsumojmë lakrën dimër, vjesht dimër. Atëherë u shtua edhe një afat kohor në konvejerin e perimeve në pranverën e hershme. Ka disa momente, pra në një farmase kjo është dhe një punë risku dhe kjo është një iniciativë shumë e madhe për t'ju treguar edhe fermerëve tanë pra që kjo iniciativë duke u përshtatur dhe teknologjisë, duke u përshtatur dhe biologjisë së bimës, bën që treguesit financiar do të jenë të paimagjinueshëm. Iniciativë e cila është në zbatim të procesit të detyrave që ka qenë rajon, pra ta identifikojmë dhe ta transferojmë këtë teknologji. Dhe normalisht kjo është një punë shkencore aplikative, e cila i tregon fermerit se çfarë jemi në gjendje ne si qendër transferimi teknologjie të bëjmë në shtesën e asortimentit të këtyre sportave të perimeve. Vjet kemi mbjell lakrën